Cila do t'ishte këshilla për një prind I cili është në fillim të udhëtimit të tij me një fëmijë me spektrin e autizmit? Këshilla ime është bashkëpunimi me psikologët dhe psikiatrët patjetër. E dyta, kurse si të bien në depresion. Depresionet janë të shpeshta te këto prindër. Mos të çuditen kur fëmia I bie kokës vetë me grushta. Mos çuditen nëse përplas kokën për muri, se ai kujton se ashtu duhet jetë. Mos të çuditen nëse thën ndonjë dritare, sepse agresiviteti I tyre nuk është agresivitet në kuptimin e plotë të fjalës. Njeriu agresivitetin e bën me vetdije. Ai që e bën me vetdije, dihet ku e ka vendin. Te këta fëmijë nuk është me vetdije, është gjenetike. Që do me thënë agresiviteti I tyre, do me thënë, unë dua ndoshta një gotë ujë të pi, unë dua ndoshta një copë bukë të ha, unë ndoshta dua të shoh një film vizatimor, por ai nuk din ta shprehë ashtu siç e shprehim ne, e shpreh me mënyra tjera. Kjo është do me thënë problemi I autizmit, prandaj quhet neurodiversitet. Nuk janë persona neurotipik. Shumë shpesh edhe ne jemi neurodiversiv, kur duam të sillemi jashtë konventave sociale, ose të sillemi me vetë. Unë them njeriu që shkruan shkencës është autik, sepse atëherë dëshiron të mirret me vetvete, të mirret me shkrimet e veta.